Një shtetas shqiptar i akuzuar për konspiracion për kontrabandimin e të huajve të palishëm në Shtetet e Bashkuara. Në gjykatën federale të Brooklynit me 21 prill u hap një akt akuza që akuzon Fatjon Shytanin, një shtetas shqiptar dhe banor i Bronxit, për një skem për kontrabandim të huajve të palishëm nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara për përfitime financiare. Shytani u arrestua në mëngjes dhe u paraqit pas dite para gjyqtares magjistraturës të Shteteve të Bashkuara Lois Blum. John Derman, prokurori i Shtetit të Bashkuara për distriktin lindor të New Yorkut, dhe Christopher G. Ryan, ndihmës drejtor përgjegjës i Byros Federale të Hetimeve, zyra tenerore e New Yorkut njoftuan për arrestimin dhe akt akuzën. Siç pretendohet, Shytani komplotoi për të kontrabanduar të huaj të palishëm në Shtetet e Bashkuara për të përfituar financiarisht, po u pengua nga puna shkëlqyre partnerëve tanë të zbatimit të ligjit, deklaroi prokurori i Shtetit të Bashkuara Durham. Këto lloje skemash përfaqësojnë një kërcënim të rëndësishëm për sigurinë tonë kombëtare dhe nuk do të tolerohen. Ky rast tregon për kushtimin e vazhdueshëm të zyrës sonë për të mbrojtur sigurinë kufitare dhe integritetin e Shteteve të Bashkuara. Durham falenderoi gjithashtu doganën e mbrojtjes kufitare të SBA, zyrën e çështjeve ndërkombëtare, departamentin të drejtësisë, policinë e qytetit të New Yorkut, policinë mbretërore kanadeze dhe policinë e shtetit shqiptar për ndihmën e vlefshme gjatë hetimit dhe arrestimit.